2 javë pasi ofendoi me fyrje banale burrat e Dibrës, Edi Rama u kthye sërish në këtë zonë për të mbyllur fushatën elektorale, pas reagimeve të ashpra në opinionin publik që sollën fyrjet e kryeministrit, e teksa zgjedhjet po afrohen, Edi Rama u mundua të zbusë fjalorin, por sërish nuk i la më njanë metaforat ofenduese, të cilat këtë herë i serviri si një sfidë ndaj qytetarëve dibran. Dhe këtu nuk ka lidhje me sa e do Edi Ramën, sa se do Edi Ramën, a je i majt, a je i djath, apo qa tha Edi Rama për gjysmën e burrave. Nuk ka lidhje kjo. Madje, unë besoj që ajo që unë thash për gjysmën e burrave është testi më i mirë, se kush nuk e një vetën ashtu si thash unë, vjen voton numrin 5 edhe ka me certifikat që është burr i mençëm. Kush shkon edhe hudhet në kënet, pastaj quheni si doni. Pas 12 vitesh në pushtet, Rama u kujtua të premtoj rrugën e Maqellarës, ndërsa për pjesën tjetër të fjalimit, kryeministri nuk dha asnjë zgjidhje për shqetësimet konkrete të qytetarëve, duke vijuar të premtoj si shkop magjik pasaportën europiane.